aktivitetit që na bashkon. Ky është Leonard Kumbulla, 29 vjeç, person me aftësi ndryshe, por kjo nuk e ka penguar të jetë aktiv në jetën sociale. Së fundmi ai shfaqet si moderator në një aktivitet ndërgjegjësues kundër diskriminimit, një kauz që e prek drejt për drejt. Pjesë e projektit Shpresa prej më shumë se 2 dekadash, Leonardi ka gjetur aty mbështetje, zhvillim personal dhe hapësirë për të ushtruar pasionet e tij. Dëshira ime më e madhe kam për piktura, gjana, aktivitete. Përveç pikturës, me çfarë tjetër pëlqen të merresh më tepër? Gjutuja anglisht. Libra pëlqen me lexu libra shumë. E me shkruaj. Leonardi është i punësuar me orar të kufizuar në një fasoneri dhe ëndron që viti i ri shkollor ta gjejë në bankat e shkollës së mesme, një dëshirë që pritet i bëhet realitet. Përgatitje për shkolla e mesme. Drejtuesit e projektit Shpresa theksojnë se pavarësisht rasteve të bullizimit apo diskriminimit që hasen shpesh në shoqëri, Leonardi ka arritur të integrohet fal dëshirës dhe përkushtimit për t'u aktivizuar. Leonard Kumbulla zë një vend shumë të rëndësishëm në mesin e të rinjve. Në shoqatën tonë janë 65 persona me aftësi të kufizuar. Dhe Leonardi është bërë tashmë modeli i një personi të integruar në aspektin social edhe në aspektet të tjera jetësore. Edhe pse nuk e pranon hapur se është ndjer i përjashtuar, përmes pikturave të tij Leonardi kërkon më shumë dashuri, afërsi dhe pranueshmëri nga shoqëria.